Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për juve që po kyçeni për herë të parë, jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Duke parë manipulimet dhe keqpërdorimet të cilat bëhen rreth acidit hyaluronik apo fillerëve në përgjithësi jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë botën, kam vendosur që këtë episod më ia kushtu pikërisht kësaj çështjeje. Mënyra që prezantohet acidi hyaluronik në publik është një prej mashtrimeve më të mëdha që bëhet në krejt botën. E bojnë mu dok si substancë qaq natyrale sa ta manja jetu e mani mollë në pemë. Është e vërtetë që organizmi e prodhon vetë acidin hyaluronik, po acidi hyaluronik që prodhohet në organizmin tonë është një molekulë e ndryshme nga ajo e cila aplikohet me anë të fillerëve. Acidi hyaluronik në organizëm ndodhet në lëkurë, në indet lidhore, në lëngun e nyjeve dhe ka një rol shumë të rëndësishëm në hidratim, elasticitet dhe në procesin e shërimit. Struktura e tij është lineare dhe jetëgjatësia e tij është shumë e shkurtë. Trupi e prodhon edhe e zbërthen vazhdimisht përmes enzimës hyaluronidazë. Pra, acidi hyaluronik është një substancë dinamike e cila rinovohet çdo ditë, ndërsa ajo që ne e quajmë acidi hyaluronik në estetik është një substancë e modifikuar në mënyrë industriale. Baza kimike është e njëjtë, mirë po struktura është e modifikuar. Por me e bo ma të qëndrueshëm edhe me e majt volumin sa më gjatë, këto molekula lidhen mes vete me një proces i cili quhet cross-linking. Pra krijohen lidhje të kryqëzume, të cilat e bojnë substancën më të dendur, më të fortë edhe më të qëndrueshme ndaj zbërtimit nga organizmi. Pra nuk kemi të bëjmë me substancën e njëjtë që ndodhet në organizëm, por me një substancë të modifikuar për qëllime estetike. Qysh e ceka edhe më herët acidi hyaluronik në organizëm ka funksion biologjik. E mban ujin, i mbron indet, si dhe ndihmon në procesin e rigjenerimit. Ndërka që acidi hyaluronik i cili aplikohet me anë të fillerit ka funksion kryesisht mekanik. Aplikohet në një pjesë anatomike të caktuar, kryesisht për me shtu volumin, për me ngrit një strukturë ose për me mbush një rrudhë. Pra nuk është thjesht hidratim, por është një implant i cili qëndron një inde për një periudhë të caktuar. Edhe ligjërisht filleri nuk është produkt kozmetik, por është pajisje mjekësore. Sipas ligjit të BE-s, fillerat hyjnë në klasën 3 ku hyjnë pajisjet mjekësore me rrezikshmëri të lartë. Kjo nënkupton se janë produkte të cilat injektohen në trup, e kanë një qëndrueshmëri në inde si dhe mund të japin komplikime serioze. Pra, vetë ligji i trajton si produkte të cilat kanë nevojë për kontroll të rreptë, si dhe të aplikohen vetëm nga profesionistët shëndetësor. Sa i përket zonave të aplikimit, filleri aplikohet kryesisht në fytyrë, në buzë, në mollza, në nofulla, në vijat nazolabiale, në mjekër, si dhe për konturimin e nofullës. Secila zonë e fytyrës e kërkon një lloj tjetër filleri me densiteti dhe elasticitet të ndryshëm. Për shembull, filleri i cili aplikohet në buzë nuk mund të aplikohet edhe në konturimin e nofullës për shkak se kërkesat mekanike janë të ndryshme. Një aspekt shumë i rëndësishëm është edhe rujtja e këtyre produkteve. Fillera duhet me urujt në temperaturë e cila kontrollohet vazhdimisht dhe ajo duhet të jetë prej 2 deri në 25 gradë Celsius. Fillera duhet me qëndru larg dritës direkte dhe nuk duhet të ngrihen. Luhatjet e shpesha të temperaturës mund me dëmtu strukturën e fillerit dhe kështu e ndrojnë edhe mënyrën se si ai sillet në inde. Aspekt tjetër që ka të bëjë me sigurinë është edhe afati i përdorimit pas hapjes. Fillerat me acid hyaluronik janë produkte sterile të destinuar për një përdorim të vetëm. Kjo do të thotë që në momentin që hapet ambalazhi dhe largohet kapaku steril, produkti konsiderohet i ekspozuar. Nëse nuk përdoret komplet, pjesa që mbetet nuk mundet me urujt për një seancë tjetër ose me u përdorur te një pacient tjetër. Ampulla e hapur edhe shiringa e përdorur duhet me u hudh më një herë pas përdorimit. Nuk ekziston një afat i sigurt se sa mundet me qëndru i hapur filleri, sepse më një herë pas hapjes dhe zhvendosjes së kapakut steril, produkti është i ekspozuar dhe nuk mundet më u garantu steriliteti. Edhe nëse kapaku vendoset prapë dhe ruhet në frigorifer, nuk është më i garantuar që steriliteti është rujt, sepse në momentin që hapet fillon edhe rreziku i kontaminimit bakterial. Përdorimi i një shiringe të hapur në një kohë tjetër e rrit ndjeshëm rrezikun për infeksion, absces, inflamacion kronik dhe formim të granulomave. Duhet me pas qartë se po flasim për një material i cili injektohet thellë në inde dhe edhe kontaminimi më i vogël mundet me shkaktu pasoja serioze. Në praktikën profesionale, çdo shiringë me filler është single use dhe është dedikuar për vetëm një pacient të vetëm dhe një seancë të vetme. Nëse mbetet produkt, atëherë ai duhet të asgjësohet në bazë të protokolleve për mbetje mjekësore. Kjo është pjesë e standardeve bazë të sigurisë dhe të higjienës. Sa herë që një procedurë ka tendencë të paraqitet si shumë e thjeshtë apo si rutinë, gjithmonë ekziston rreziku të harrohet se kemi të bëjmë me një material i cili injektohet dhe është steril, si dhe ka kushte strikte të aplikimit. Tash pjesa më e rëndësishme që janë rreziqet të cilat mund të shfaqen gjatë dhe pas aplikimit të fillerit. Shpesh injektimi i fillerit paraqitet si një procedurë shumë e thjeshtë ose një injektim i cili bëhet për pak minuta. Por çdo injektim që bëhet në fytyrë është një procedurë mjekësore. Komplikimet e lehta si enjtja, mavijosja apo edhe skuqja janë komplikime të lehta të cilat kalojnë shumë shpejt. Por ekzistojnë edhe komplikime serioze ku përfshihen infeksioni, formimi i noduseve, asimetria dhe në raste më të rënda edhe okluzioni i anëve të gjakut apo bllokimi i tyre. Nëse nuk trajtohet me njëherë, kjo mund të çojë deri në dëmtim të përhershëm të indeve e në raste më të rënda edhe në humbje të shikimit.
Arsyeja pse acidi hyaluronik konsiderohet relativisht më i sigurt se sa disa substanca të tjera është që në teori ai mund të shkrihet me hyaluronidazë. Por duhet të jemi shumë qartë, hyaluronidaza nuk është një buton magjik. Jo çdo herë hyaluronidaza funksionon ashtu siç pritet. Efikasiteti i saj varet nga shumë faktorë. Sa i kryqëzuar është filleri, sa kohë ka kaluar prej injektimit, sa thellë është aplikuar filleri dhe në cilën zonë anatomike është aplikuar. Fillerat me densitet më të lartë dhe me shkallë më të lartë të cross-linking shpërbëhen shumë më vështirë. Në shumicën e rasteve nevojiten disa seanca me doza të përsëritura për me arrit rezultatin e dëshiruar. Ka raste ku pavarësisht përdorimit të hyaluronidazës mbesin oduse fibrotike, kapsulime apo deformime të cilat nuk zhduken plotësisht. Në situata të tilla, sidomos kur kemi të bëjmë me granuloma kronike apo me materiale të vendosura shumë thellë, është i nevojshëm intervenimi kirurgjik në mënyrë që me i largu në mënyrë mekanike. Pra, ideja nuk ka problem se shkrim është një thjeshtësim i rrezikshëm i realitetit. Një tjetër problem shumë shqetësues është edhe overfilling apo mbushja e tepërt. Overfilling ndodh kur aplikohet sasi më e madhe e fillerit se sa që e lejon zona e caktuar anatomike. Me kalimin e kohës krijohet një akumulim që deformon natyrshmërinë e fytyrës. Rreziku i overfilling nuk është vetëm estetik. Overfilling është një problem shëndetësor. Përveç pamjes artificiale dhe humbjes së proporcioneve, presioni i shtumë në inde mundet me ndiku negativisht te qarkullimi lokal, shkakton kompresion të enëve të gjakut duke rritur kështu edhe rrezikun e problemeve vaskulare. Në zona si buzët apo zona poshtë syve, overfilling mundet me shkaktu edem kronike, me ndryshu strukturën e lëkurës edhe me shkaktu ngjeshmëri të zgjatur. Një tjetër problem që shpesh nënvlerësohet është edhe migrimi i fillerit. Migrimi i fillerit ndodh atëherë kur filleri zhvendoset nga zona ku është injektuar në një zonë tjetër. Kjo mundet me ndodh për shkak të teknikës gabuar, për shkak të presionit të lartë që ushtrohet gjatë injektimit, për shkak të zgjedhjes së gabuar të produktit për atë zonë, si dhe për shkak të lëvizjeve muskulore. Shembull tipik është migrimi i fillerit buzëve jashtë konturave natyrale të buzës, e cila ndryshe njihet edhe si mustaqet hyaluronike. Po ashtu, migrimi i fillerit në zonën poshtë syve mundet me shkaktu fryrje të vazhdueshme dhe hije të cilat nuk kalojnë me kohën. Kur filleri migron, ai nuk shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme, po grumbullohet edhe krijon deformime të cilat mandej duhet me u largu me hyaluronidazë e në disa raste edhe me intervenime kirurgjike. Duhet me kuptu që fytyra është një strukturë dinamike e cila përmban muskuj, gjaku dhe struktura anatomike të ndërlikume. Sa që aplikohet çfarëdo materiali në fytyrë, duhet me i respektu këto struktura. Një pikë tjetër që duhet me kuptu është që jo të gjithë fillerët janë të njëjtë. Në treg ekzistojnë fillerë me përbërje teknologjie dhe cilësi shumë të ndryshme nga njëri tjetri. Disa produkte kanë shkallë më të lartë të cross-linking, që do të thotë se janë më të forta dhe më rezistente. Disa janë më elastike dhe më të buta. Disa prej tyre kanë teknologji monofazike ku substanca është e shpërndarë në mënyrë homogjene, ndërsa disa prej tyre kanë teknologji bifazike ku grimcat janë të shpërndarë në një bazë gjeli. Këto dallime ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si filleri sillet në inde, sa gjatë qëndron dhe sa natyral është rezultati. Disa marka kanë studime klinike, kontroll të rreptë të prodhimit dhe gjurmëshmëri të plotë të produktit. Këto kompani investojnë në teknologji, në testime sigurie dhe në standarde të larta të sterilitetit. Kjo mandej reflektohet edhe në çmim. Në anën tjetër ekzistojnë edhe produkte shumë të mira të cilat nuk kanë mjaftuar shumë studime klinike, nuk kanë kontroll të rreptë të pastërtisë dhe kanë variacione të ndryshme në përqindjen e cross-linking. Një filler me cilësi të lartë mundet me pas papastërti të shumta reziduale, të cilat mbesin nga procesi i prodhimit, gjë që rrit mundësinë e paraqitjes së reaksioneve inflamatore në oduseve apo granulomave. Prandaj është shumë e rëndësishme që vendimet për injektime të mos merren me logjikën e trendeve apo presionit social, sepse filleri është i sigurt vetëm nëse zgjedhet produkti i duhur dhe aplikohet nga personi i duhur. Shumë faleminderit që jeshit sot me mua në këtë episod kur diskutuam për sigurinë dhe aplikimin e fillerave, edhe do të shihemi shumë shpejt me epizoda të tjera dhe tema të reja. Ciao.